Nata e 3 gjysmë finale konkursit të zërave të vegjël Bilbilat në skenën e teatrit Migjeni përmbylli fazën përzgjedhëse të këtij edicioni. Në këtë natë konkurruan 18 fëmijë të ndarë sipas grup mosha, ndërsa në 2 netët e para morën pjesë përkatësisht 35 dhe 29 fëmijë. Drejtuesja e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujti Malia, Orieta Kelaj, evidentoi rritjen e cilësisë së interpretimit dhe garën e fortë mes pjesëmarrësve në këtë fazë gjysmë finale. Du me shtu që fëmijët janë 18 fëmijë dhe janë ato që janë rrit këto. Pra në një farë mënyrët janë fëmijët më të rritur dhe që sigurisht është një gjysmë finale fantastike. Kelaj vlerësoi gjithashtu përkushtimin e mësuesve dhe punën e tyre në evidentimin dhe përgatitjen e talenteve të reja. Një falënderim shumë të veçantë për gjithë ato mësues të përkushtuar që vinë dhe sjellin fëmijë, zbulojnë fëmijë dhe i mbështesin dhe i orientojnë drejt rrugës të suksesit. Përzgjedhja e finalistëve do të bëhet nga juria, ndërsa finalja e madhe do të mbahet me 8 dhe 9 prill në teatrin Migjeni. Konkursi i zërave Bilbilat është fryti i mjeshtrit të madh dhe dirigjentit të paharruar Kujti Malia.